Fitore, ndoshta je këmbar ti sot. Shpresoj, si me Serbin. Hajde Pandi, e përshëndes dhe tollë. Ndeshje të mbar. Ledio, atmosfera që na solli Sulçe që andej, po deklaratat e një dite më parë dhe të Silvinjos, të Gjimshitit, skuadra është në formacion të plot, nuk kemi të dëmtuar lojtar, ka një optimizëm, edhe më shumë tha Sulçe për të fituar. Është ky realiteti, pra jemi mirë për të fituar, le të themi? Momentalisht, mbas fitores në Serbi, sigurisht që ky është realiteti. Dhe unë besoj që vetë futbollistët e kanë mendjen këtë ndeshja. Domethënë, edhe sigur mos tjetë trajneri fare në bankin, pa diskutim që ky ekip duhet fitojë. Domethënë, sot është pika 0 në kuptimin që edhe me një lojë jo të mirë, duhet vetëm të fitohet ndeshja, pastaj se çfarë ndodh me Angli, Serbi, pastaj është diçka tjetër që përqindja është shumë e vogël që Serbia të bëjë diçka në Angli. Megjithatë, unë them që duke parë edhe realitetin, pa diskutim që ndryshime nuk do ketë në formacion. Si që nisëm startin me Anglin, tha Silvinjo sepse asnjëherë në fitore ekipi që fiton nuk ndryshon. Me ndryshime shumë të vogla, edhe pse kjo ndeshje ka specifik tjetër. Unë do doja që të kishte shumë më tepër lojtar sulmues, sepse në aspektin mbrojtës ne nuk do ta kemi atë trysninë e ekipit kundërshtar. Kështu që do doja që lojtarët ishin shumë më të lirshëm në aspektin sulmues dhe të kombinimet e tyre të jenë shumë më të lirshme, por me qëllim aksioni drejt portës. Me qëllim që të mbyllen ndeshja që në pjesën e parë, mos ta linin pastaj se duke ikur dhe minutat, sigurisht shtohet presioni, shtohet. Po e rëndësishme është mos ta kemi mendjen ke ndeshja tjetër, ta kemi mendjen vetëm tek Andorra sonte. Dhe të mbaroj me sukses. Tode, si duket ty? Jemi gati nuk do të jesh si presje atyre që tha Ledio, po do shtoj edhe këtë që për mendimin tim shpresoj që ajo karikimi që kanë marrë në ndeshje me Serbin është jashtëzakonisht shumë i mirë. Po nga ana tjetër, përballë një ndeshje kaq delikate, shpresoj që të lehtësoj ai lloj motivimi që morë me Serbin, të lehtësoj disi presione, sepse kjo ndeshje ka presion. Presionin e kemi ne se ka Andorra. Andorra ka presionin që mos pësoj gol. Vetëm mos pësoj gol. Një mas se presionin që kishin lojtarët e kombëtares ndaj Serbisë. Po sepse këtu luhet në lojë kualifikueset e play-offit. Ndeshja me Serbin ka jashtëzakonisht shumë vlerë, po do t'i bjerë vlera ndeshjes me Serbin nëse nuk fitohet ndeshja e sotme. Sepse nuk besoj se ka njëri që beson as nga futbollistët që nuk do fitohet ndeshja. Kjo është absolute. Po, kam hallin e ndikimit e emocioneve, duke pasur përballë edhe një skuadër që besoj unë do të mbyllet mbrojtje, do luaj më së shumti mbrojtje, zakonisht ato kanë përdorur në mos gaboj atë formacionin 5-4 me një sulmues. Ashtu, kështu që nuk është do jetë lehtë për ta çarë. Dhe në kuptimin që do ishte shumë e mirë, shumë e jashtëzakonshme nëse do mbyllej ndeshja që në pjesë parë siç thotë Ledio, do vihesh një gjë, sepse edhe ata demotivohen, edhe neve marrim atë çfarë duam dhe administrojmë rezultatin pastaj për pjesën. Por kam hall se mos gjithë kjo gjë ndikon për keq dhe i ndrydhi çik lojtarët ose i bën që të mos të jenë më të kujdesshëm se sa duhet, si më thënë, në ndërtimin e aksioneve dhe i pengon atë lishmërinë e në fantazinë e zakonshme që mund ta kishim për shembull në ndeshjen me Serbin nuk kishin atë, nuk e di se si e bën që nuk i kishin ato emocione që mendoj se mund të kishin përpara ndeshjes. Kështu që në këtë kuptim shpresoj që të jenë të lirshëm, shpresoj që të jenë të qartë me njëri tjetrin dhe shpresoj që të kenë bërë edhe detyrat e shtëpisë, ta kenë studiuar mirë kundërshtarin për mënyrën se si lëvizin lojtarët, individët. Silvinjo tha ditë përpara kemi patur kohën e plot gati 2 javë